Faleminderit i nderuar kryesues i seancës. Fillimisht për të adresuar disa çështje që u ngritën nga përfaqësues të grupeve parlamentare, sa i përket raportit të FML-s, i nderuar zotri Hamza, po e vërtet që vitin e kaluar rritja ekonomike është përllogaritur të jetë 3.6%, por kjo, edhe sipas raportit të konfirmuar, është për shkak të mos funksionimit të plot të institucioneve. Siç e dini, pra vitin e kaluar, për gjatë gjithë vitit, ku vendi i Republikës së Kosovës nuk ka qenë në funksion efektiv dhe ka pamundsuar shumë prej reformave e madje edhe miratimin e shumë prej marrëveshjeve ndërkombëtare që do t'i jepnin impuls shtesë ekonomisë së vendit. Sa për krahasim, në vitin 2018, kur ju keni qenë ministër i financave, pa asnjë krizë, me parlament funksional, me qeveri funksionale, rritja ekonomike ka qenë veç 3.4%. Pra më e ulët se sa ne që kemi pasur kur ka pas kuvend jo funksional. Sa i përket pagave, u tha që nuk janë rritur e pavërtet gjithashtu, pra në sektorin publik pagat janë rritur 45%, duke mos llogaritur këtu edhe pagën e 13%, pra që sa po është dënë, ndërka që paga minimale nga niveli 170 euro që kemi gjetur, aktualisht është 425 euro dhe në korrekt të këtij viti bëhet 500 euro. Pra 3 fishim gati i pagës minimale në sektorin privat. Në atë që tha deputeti Hoti, dëgjova teksa u aqajti hallin bizneseve të vogla të naftës të cilat mund të përjashtohen nga tregu si pasojë e vendosjes së marzhës së fitimit. Tani unë këtu kam problem ta kuptoj koherencën e argumentit sa i përket ndërhyrjes apo mos ndërhyrjes në treg nga ana e qeverisë, sepse kjo është pikërisht definicioni i tregut eficient, ku bizneset jo eficiente dalin nga tregu dhe konsumatori nuk do duhet ta paguante me kosto shtesë ineficiencën apo keq menaxhimin e bizneseve të caktuara. Sa i përket deputetit Tahiri, u tha që shtetet tjera kanë marrë masa, vërtet, sepse kanë pasur taksat shumë të larta. Ne si qeveri nuk kemi ndryshuar as akcizën, as TVSH-n, pra nuk i kemi rritur. Dhe nëse në Shqipëri, për shembull, çmimi ka shku mbi 2 euro litri, pra atje është marrë një masë që momentin që çmimi te kalon 2 euro e 20 cent, akciza do të ullet për 8 deri 9 cent për litër. Do me thonë, mbi 2 euro e 20 cent nëse shkon çmimit, lutem qetësi. Sa i përket çështjes që u tha propagandës, po ashtu që bizneset po ikin nga Kosova, pra u tha që po mbyllen fabrika, po shkojnë në vendet të rajonit. Gjithashtu e pavërtet. Është këtë tjetër gjë nëse bizneset e suksesshme në Kosovë rriten dhe tani vazhdojnë të rriten edhe në vendet të rajonit. Pra rrisin investimet edhe në vendet të rajonit. Për ndryshe çfarë logjike pas ka nëse po thu që po ikin prej çmimit të naftës bizneset në Kosovë e po shkojnë në Shqipëri ku çmimi i naftës është një 50 cent më i shtrejt për litër. Cila është logjika këtu? Do të thonë nuk ka logjik këtu. Prandaj është e pasaktë. Sa i përket çështjeve tjera, pra përveç sepse po duhet kemi kujdes edhe si qeveri, se nëse po mbështesim qytetarët, po quhet blerje votës dhe populizëm. Nëse nuk i mbështesim, po thuhet qeveria s'po bën asgjë. Tash po na kërkohet që të mbështesim, por jam i sigurt që kur ta sjellim pakon mbështetëse këtu në kuvend, do ta quani përsëri blerje të votës, apo jo. Pra unë pres që ju s'paku ta mbani konsistencën brenda këtij muaji, që kur ta sjellim pakon mbështetëse, ta votoni dhe ta mbështetni edhe ju. Sa i përket argumenteve tjera që u paraqitën, u përmend disa herë argumenti që nuk qëndron se qeveria nëse ul taksat tash, nuk humb për shkakun që ka rritje të çmimit dhe kësaj mbledh më shumë TVSH. Kjo mund të thuhet në suaza apo vetëm nga ata ekonomistë të cilët nuk e kanë njohurinë e thellë sa i përket edhe koncepteve tjera bazike ekonomike siç është elasticiteti i çmimit. Pra, është koncept bazik për ekonomi, i cili po huqet nga shumë prej ekonomistëve të opozitës. Nëse i shohim shifrat, sepse u tha që të hyrat janë parashikuar me çmimet të vitit kaluar, ndërka që tash me qenë se është rrit çmimi ka më shumë të hyra, prandaj edhe ulja e akcizës apo TVSH-s nuk do të ndikonte negativisht në uljen e të hyrave. Të dhënat zyrtare, pra nga dogana, tregojnë që për vitin aktual rritja e të hyrave është vetëm 5.6%, ndërka që buxhetuar tek tatimet indirekte, pra ku bëjnë pjesë akciza dhe TVSH-ja, është 11.3%. Pra 11.3% është rritja e buxhetuar, ndërka shtyrat janë rritur vetëm 5.6%, që nënkupton rritje nën trendin e buxhetuar.
Pra tashmë jemi në mungesë buxhetore sa i përket akcizës dhe TVSH-s nga nafta. Po për më tepër, për ta dëshmuar pra konceptin bazë të elasticitetit, pra të çmimeve dhe raportit me kërkesën, e kam këtu edhe raportin sa i përket 15 ditëve të fundit, pra të muajit mars. Përderisa e vërtet që në TVSH mund të jetë mbledhur 7 deri 8 cent më tepër për litër, sasia e të kurrë e blerë e naftës, si rezultat i rritjes enorme të çmimit në bursa, ka ndikuar që të bjerë pra në nivel të sasisë. Prandaj, nëse krahasojmë periudhën 15 mars deri më 31 mars të këtij viti me vitin e kaluar, e shohim që ka 1 milion euro më pak taksa të mbledhura me periudhën e njëjtë, për shkak se sasia është 6 milion litra më pak. Pra 6 milion litra më pak. Pra kuptojeni konceptin bazë të ekonomisë sa i përket elasticitetit të çmimeve dhe raportit me kërkesën që çmimet kanë kur ato rritën. Prandaj të thuhet që qeveria po mbledh më shumë hyra sepse është rritur çmimi, është e pavërtet edhe faktikisht. Pra përveç se konceptualisht në mungesë të njohurive bazë. Sa i përket argumenti tjetër që u tha se rritja e çmimit të naftës nënkupton edhe transferim të rritjes tek çmimet e tjera. Kjo ndodh çdo kund, por problemi është që mbajtja e çmimit të naftës në shitje me pakicë në nivel të ulët, jo domosdoshmë ndikon në ulje të çmimeve të tjera. Këtë e konfirmoi edhe zotri Hamza në një nga argumentet e tij që i përmendi. Pra, nuk ulet apo përderisa shteti, qeveria nuk ka mekanizëm kontrolli për të mbajtur tavane apo marzha të fitimit tavan edhe në të gjitha produktet tjera, është e pamundur që ajo të reflektohet në ulje apo në mos rritje të çmimeve të tjera. E kemi rastin konkret kur ju keni qenë qeveri, është ulur TVSH-ja për sektorin e gastronomisë. Pra ka qenë ulur nga 18% në 10% për një vit. Asnjë çmim nuk është ulur në gastronomi. Përkundrazi, kur është rikthyer pastaj TVSH-ja në 18%, ka pasur një valë e rritjeve të çmimeve në gjithë sektorin. Kemi ngjashëm edhe situata të tjera sa i përket përpunuesve të miellit apo mullive. Përderisa çmimi i grurit pati rënë në vitet e kaluara në 20 cent për kilogram, çmimi i miellit nuk e pat ndjekur të njëjtin trend, sepse vendet e rajonit kishin tregun e liberalizuar të energjisë elektrike, energjia elektrike ishte më shtrejt atje, prandaj rezultonte çmimi i prodhimit të miellit më shtrejt, përkundër që gruri ishte ulur. E njëjta gjë pra reflektuoi edhe në Kosovë, vetëm se tregtarët apo prodhuesit të miellit e rritën marzhën e fitimit. Domethënë, me gjithë se kishin çmimin e energjisë shumë më të ulët se sa rajoni, çmimin e shitjes së miellit e mbanin të njëjtë me çmimin e importit. Pra vetëm i kanë rritur marzhat. Kjo është ajo çfarë rezulton. Prandaj kjo më thënë edhe një herë te ajo mungesa e koherencës së argumenteve nga opozita. Pra kur një opozit e cila në emër të mos ndërhyrjes në tregun e lirë kishte çuar gjykatën kushtetuese ligjin për çmimet tavan, sot e kemi thotë i kërkojmë qeverisë me rezolut ndërhyj në treg. Pra ndërhyj në treg, thoj. Amo këtu nuk e kanë për qytetarët. Nuk e kanë për qytetarët, e kanë për bizneset që i mbështesin këto parti. Sepse për qytetarët, ulja për 16 cent e akcizës, për një familje që shpenzon 50 litra në mujt naft, përkthehet në 8 euro. Pra 8 euro. Juve ju kujtohet që kur ne kemi fillu shtesat e fëmijëve me ka 10 euro në mujt, janë po këta që pa të thonë janë vitra, janë limosh 10 euro. Ndërka që propozimi tyre tash është të ullën e akcizën, leti fitojnë familjet ose leti kursejnë 8 euro në mujt, ndërka që për shtetin, kjo përkthehet në 10 milion euro më pak në mujt hyra. Pra 10 milion euro më pak. Prandaj edhe njëherë duhet të kemi parasysh cilat janë fakte, cilat janë argumentet. Pra të flasim me fakte. 8 euro në muaj është ajo çfarë ju po propozoni t'ju kurseni familjeve. Ne i kemi mbështet me shumë më shumë. Kur ne ju kemi nda 100 euro, ju keni thonë është limosh. Kurse tash propozimi është 8 euro. Pra kjo është çfarë duhet të kemi parasysh familjet. Patjetër që ne jemi përkujdesur në vazhdimsi që të ofrojmë mbështetje për gjithë qytetarët. Madje shpeshherë kemi ofruar edhe masa permanente. Për shembull, siç është çështja e pakos mbështetëse apo programit për subvencionim të energjisë elektrike për familjet e cënueshme. Janë mbi 90.000 familje që përkrahen nga ky program. Tani nëse shtetet e tjera nuk e kanë për këtë program dhe
Më mirë kuptim atëherë, 2 minuta shtesë nga regjia, i lutem për ministrin. Prandaj, shtetet tjera, nëse nuk i kanë pasur këto programe permanente dhe do të marrin vendim tash, s'kemi çfarë të bëjmë, le t'i marrin dhe i mirëpresim ato vendime, por ne kemi programe të tilla. Normalisht u përmend edhe çështja e bujqve, u tha që bujqit duhet subvencionohen. Kjo tash më vjen keq që deputetët e kuvendit janë kaq të painformuar. Ka tashmë 3 vite, duhet jetë viti 4 që bujqve u subvencionohet në tërësi akciza për çdo litër naftë. Pra janë 54 euro që përkthehet në 150 litra naftë për hektar të mbjellur që u subvencionohet bujqve përmes programit të subvencioneve direkte nga Ministria e Bujqësisë. Kemi pas edhe shtesat e fëmijëve që pashtu prapë po them, janë rritur në vazhdimsi dhe do të rriten. Kemi rritur pagat, pensionet dhe jemi në shqyrtim gjithashtu edhe të mundësisë për një skemë të re sa i përket transportit publik që po e shqyrtojmë me ministrit përkatëse. Megjithatë duhet kemi parasysh që duhet ketë edhe mekanizma kontrollues sa i përket kësaj çështje. Pra, po e them edhe një herë, ne jemi të gatshëm si qeveri, ne madje kemi edhe në premtimin ton para zgjedhjeve të kaluara që do ta sjellim këtu pakon për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion euro, shumë shpejt do ta keni në kuvend dhe presim mbështetjen edhe nga ju. Faleminderit shumë.